Ditë e njëjtë e datës 14 qershor të vitit 2018, një ditë vere me diell dhe plot shkëlqim. Askush nuk e mendonte se kjo do të ishte dita e fundit e jetës për 18 vjeçarin Antonio Carafili. Një ngjarje e mbushur me mister për 7 vite dhe që ka një të përbashkët me historinë tragjike të Martin Çeçës në Kolanec të Maliqit në vitin 2022. E përbashkëta e këtyre dy ngjarjeve që vijojnë të mbushura të dyja me mister është prokuroria fillestare e tyre, Olga Visi. Kush i dërgoi mesazhet në komisariatin digjital se Antonio lëvizte me armë në Korçë? Një pikë tjetër e errët që pavarësisht hetimeve nuk është arritur të zbulohet është ajo që lidhet me dërgimin e disa mesazheve tek komisariati digjital i policisë në pasditën e datës 14 qershor 2018 nga një person që përdorte iPhone, ku përmendej se Antonio lëvizte me armë në Korçë dhe një tjetër mesazh që ky i fundit ishte vetë vrarë me armë. Shtetasi Michel Carafili është ripyetur në prokurori në lidhje me ngjarjen e ndodhur dhe ndër të tjera ka deklaruar se djali i tij Antonio ka qenë i kërcënuar, por se nga kush nuk kishte dieni. Gjithashtu ka deklaruar se tek policia e Korçës janë 2 portale online ku janë dërguar 2 mesazhe, konkretisht në orën 17:58 dhe 17:59 të datës 14/6/2018, ku i pari shkruan Anton Carafili vret veten me armë dhe i dyti shkruan Anton Carafili qarkullon me armë nëpër Korçë. Në orën 18:20 të datës 14 qershor 2018, Antonio ka qenë në Korçë tek rruga përballë lokalit Zaharaj, bashkë me shtetasen Kesi Spajllari me makinën e saj. Gjatë kësaj periudhe, policia e shtetit nuk mori asnjë masë për ndalimin e djalit. Deklaruesi ka shpjeguar se për mesazhin e dytë i ka treguar një oficer policie kur ka qenë tek morgu me emrin Elton. Gjatë veprimeve të para hetimore, janë kqyrur telefonat celular të shtetasit Antonio Carafili dhe shtetases Kesi Spajllari dhe sipas prokurores Olivisi, që ka qenë në çështje, është konkluduar se nuk ka patur ndonjë të dhënë me vlerë për hetimin, pasi prokuroria Olivisi ka disponuar më tej me mos fillimin e procedimit penal. Ka vendosur dhe kthimin e telefonave celular që ishin marrë në cilësinë e provës materiale dhe në lidhje me këto telefona nuk janë ndërmarrë veprime të mëtejshme hetimore. Nga ana tjetër, është kërkuar informacion nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit mbi raportimin e bërë në komisariatin digjital dhe më konkretisht Anton Carafili vërtitet me armë dhe me shkresën numër 1612 fraksion 2 të datës 10/11/2022 i është bërë me dije prokurorisë se sistemi i komisariatit digjital ruan 2 kategori informacioni, konkretisht raportim jo anonim dhe raportim anonim. Për rastin e kërkuar, bëhet me dije se mesazhet ruhen pa limit kohor, por që sipas ditës së sulmit kibernetik, sistemi është i pa aksesueshëm dhe është në proces rikuperimi nga specialistët dhe përsa më sipër, Drejtoria e Teknologjisë dhe Informacionit në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit nuk mund të vendosë në dispozicionin e prokurorisë Korçë informacionin e kërkuar. Në vijim pas kalimit të një periudhe kohe, disa mujore është kërkuar përsëri informacion në lidhje me sa më sipër, nëse do të ishte bërë i mundur rikuperimi të dhënave pas sulmit kibernetik dhe me shkresën 1612 fraksion 4 të datës 13/1/2023, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit ka kthyer përgjigje duke bërë me dije se pas sulmit kibernetik për qëllim të ruajtjes së sigurisë së sistemeve dhe përmirësimit të aplikacionit në ndihmë të qytetarëve, ky sistem do të ridizenjohet. Ndërkohë, nga prokuroria e Korçës janë vënë në dije të faktit se shtetasi Michel Carafili ka paraqitur një ankesë për punonësit e policisë që duhet të kryenin verifikimin e raportimit në komisariatin digjital dhe nga ana prokurorisë është kërkuar informacion nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore në lidhje me trajtimin e rastit prej tyre. Me proces verbal për qyrin dhe marrjen e provave materiale janë administruar në dosjen hetimore raportimet
nga Komisariati Digjital dhe njoftimi nga SPZ-ja në orën 22:37 ku thuhet se shtetasi Andon Karafili është gjetur i vetvarur në Voskopoj. Rezulton se në orën 17:59 në Komisariatin Digjital është bërë një raportim nga një qytetar anonim me tekstin Andon Karafili vërtitet me arë. Nga platforma e Komisariatit Digjital është vënë në dispozicion kopje e raportimit nga ku rezulton se tek përshkrimi shkruhet një plerë tek informacioni shtesë Andon Karafili vërtitet me armë, qyteti Korçë, pajisja e raportimit iPhone, adresa Korçë, nga Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë, me shkresë 2953 fraksion 1 të datës 22/3/2019, bëhet me dije se rezulton se raportimi është bërë nga një pajisje e platformës iOS iPhone dhe nuk rezultojnë të dhëna të tjera. Për sa më sipër, nga organi i prokurorisë është konkluduar përsërisë se nuk konstatohen elementet e ndonjë vepre penale dhe i është drejtuar gjykatës së Korçës me kërkesë për pushimin e çështjes. Pra, me gjithë ankesën e paraqitur nga babai i Antonios, prokuroria Oli Visi nuk e vuri ujë në zjarr. Me vendimin numër 524 datë 21/11/2019, gjykata e rrethit gjyqësor Korçë ka vendosur mos pranimin e kërkesës së prokurores Oli Visi për pushimin e çështjes penale numër 1420 të vitit 2018 të regjistruar për veprën penale shkaktimi i vetvrasjes, e parashikuar nga neni 99 i Kodit Penal, pa autor, për shkak se fakti nuk përbën vepër penale sipas prokurorisë. Gjykata vendosi kthimin e akteve prokurores Oli Visi dhe vazhdimin e hetimeve sipas detyrave të përcaktuara në pjesën arsyetuese të vendimit, të cilat duhet të kryheshin brenda një afati 2 mujor. Ndaj këtij vendimi nga ana e prokurores së çështjes Oli Visi është ushtruar ankim para gjykatës së apelit Korçë, ku me vendimin numër 131 të datës 26/12/2019 ka vendosur lënien në fuqi të vendimit numër 542 të datës 21/11/2019 të gjykatës së rrethit gjyqësor Korçë, pra vijimin e hetimeve dhe thellimin e tyre. Në këto kushte, nga ana e organit të prokurorisë, janë kryer dhe veprime të tjera hetimore, të cilat janë lënë si detyrë nga gjykata e më konkretisht në lidhje me detyrën e lënë nga gjykata për të qartësuar se ku është gjetur çarçafi nga viktima, është bërë kthyrja e ambientit të tavernës së Peshkut në pronësi të shtetasit Michel Karafili në fshatin Voskopoj. Në këtë ambient është marrë dhe zhvendosur një çarçaf i marrë si provë materiale në ngjarjen e datës 14 qershor 2018, i cili është hapur dhe vendosur nga shtetasi Michel Karafili në vendin ku mendohet se ka qenë ditën e ngjarjes, brenda ambientit të lokalit. Me datën 2 korrik 2020 janë rimarrë deklarimet e shtetasit Michel Karafili, babai i viktimës, i cili deklaroi se çarçafi me të cilin ishte varur i ndjeri Antonio Karafili më parë ndodhej në lokalin e tij dhe se ky çarçaf është sjell nga bletërritësi Recep Vathi. Një tjetër shpërdorim detyre nga Oli Visi, prokurore e çështjes, është se nuk ka bërë asnjë veprim hetimor për të sekuestruar kamerat e sigurisë. E ngjashme kjo me ngjarjen e Martin Çeços, nëse ju kujtohet. Kolegja e saj Vasian Apostol e përshkruan kështu pamundësinë e verifikimit të versionit të konfliktit mes Xhaxhait të Kesit dhe Antonios në dyqanin e nënës së Kesit. Është bërë përpjekje, thot prokuroria, për të marrë regjistrimet e kamerave pranë gift shop, por ka rezultuar e pamundur për shkak të kohës së kufizuar në të cilën qëndrojnë regjistrimet në server. Prokuroria Olga Visi, e njohur ndryshe si Oli Visi, ka bërë dhe një shpërdorim detyre tjetër ku me qëllim nuk ka kërkuar marrjen e thirrjeve dhe qelizave telefonike për ditën e ngjarjes. Këtë e sqaron prokuroria e fundit e çështjes, Vasian Apostol, e cila në dokumentin prej 52 faqesh për përfundimin e hetimeve sqaron se vetëm pas 4 vitesh nga ngjarja u kërkuan për herë të parë kompanive telefonike tabulatet telefonike. Ligji
detyron këto kompani t'i ruajnë të dhënat 2 vjet. Ndiqni se si e argumenton prokurori apostoli këtë mos veprim në kohë që do zbarte shumë më shumë të dhëna për rastin. Është kërkuar informacion nga kompanitë e telefonisë celulare nëse ekziston mundësia e vënies në dispozicion të informacioneve për thirrjet dhe qelizat telefonike të abonentëve të tyre në kushtet kur kishte kaluar një afat kohor 4 vjeçar nga momenti i ndodhjes së ngjarjes, qoftë edhe duke ju nënshtruar një ekspertimi për rikthimin e këtij informacioni nga kompania telefonike celulare Vodafone, me shkresë të datës 8/11/2022 na ka bërë me dije se ruajtja dhe administrimi i të dhënave për qëllime të ndjekjes penale bëhet në përputhje me ligjin 99/18 të datës 19/5/2008 për komunikimet elektronike ndryshuar, ku në nenin 101 të ligjit është përcaktuar si afat maksimal i ruajtjes së tyre afati 2 vjeçar. Ruajtja e këtyre të dhënave përtej këtij afati ligjor të përcaktuar përbën shkelje të legjislacionit në fuqi. E përrjedhoj, fshirja e tyre bëhet në mënyrë automatike dhe rikuperimi i tyre është i pamundur. Po e njëjtja përgjigje është kthyer edhe nga kompania One. Kush është Teta Oli që bisedon me Kesin 4 vite pas ngjarjes? Një fakt interesant që del 7 vite pas ngjarjes është një veprim hetimor i kryer nga prokuroria e Korçës në vitin 2022. Kesi Spajllari, dyshuar si e përfshirë në krim, flet në telefon me një person që ajo e thërret, Teta Oli, e pa identifikuar deri më sot nga prokuroria. Një rastësi e çuditshme, pasi emrin Oli ka dhe prokuroria e parë që ka padur dosjen e vdekjes së Antonio Karafili. Shihni si e përshkruan në vitin 2025 organi akuzës këtë episod. Nga rezultatet e përgjimit telefonik të shtetasve Milen Spajllari, Kesi Spajllari, Enkeliana Spajllari, Arber Spajllari, Elton Mustafa, ka rezultuar se me datën 15 dhjetor 2022, shtetasi Milen Spajllari, xhaxha i Kesit, telefonohet nga nëna e tij Rozeta Spajllari, e cila pasi ka marrë djeni për pyetjen e shtetases Rudina Spajllari, bashkëshortja e Milenit, nga policia në lidhje me ngjarjen. Kjo shtetase e pyetur me datën 12 dhjetor 2022, paraqitet e shqetësuar dhe ditën e nesërme me datën 16 dhjetor 2022, të dy prindërit e shtetasit Milen Spajllari nisen për në Tiranë. Gjithashtu nga një komunikim ndërmjet shtetases Rozeta Spajllari dhe Milen Spajllari, ku bëhet fjalë për një drekë familjare, ku Rozeta Spajllari i kërkon që të marrin dhe Kesin, Milen Spajllari i përgjigjet prerë që jo. Nga një komunikim tjetër i kryer ndërmjet Kesi Spajllari dhe një shtetaseje që Kesi referohet me emrin Teta Oli, Kesi i thotë që ka takuar Rudina Spajllarin, pasi kjo e fundit është pyetur nga policia për ngjarjen dhe para se të pyetej, shtetasja Kesi Spajllari dhe shtetasi Arber Spajllari, të cilët ishin njoftuar nga policia për t'u paraqitur për të dhënë deklarime. Gjatë gjithë bisedës, bashkëbisedueset shfaqin hezitim për t'u shprehur në telefon, duke menduar se biseda mes tyre mund të përgjohet. Megjithse kanë kaluar 7 vite nga ngjarja, pikpyetja e madhe në këtë episod është: a e kishte të pamundur prokuroria e Korçës të identifikonte se kush ishte Teta Oli, apo nuk donte ta identifikonte për të mbrojtur individ të caktuar? Nëse disqet me audiot janë të ruajtura, është shumë e lehtë të identifikohet se kush është Teta Oli që instrukton Kesin dhe e mbështet atë. Duhet të zbulohet biseda e plot bruto e zhvilluar mes Teta Olit dhe Kesit, dhe nëse kanë patur biseda të mëparshme me njëra tjetrën.
Bisedat mes nënës së Antonios dhe Caseyt ku akuzon xhaxhain e saj. Është kryer nga ana prokurorisë transkriptimi i CD-së së dorëzuar nga shtetësia Stefani Karafili, nëna e viktimës, për bisedën që ka zhvilluar ndërmjet saj dhe shtetëses Casey Spajellari, e konkretisht rezulton se Stefani Karafili e pyet Caseyt kush e bëri, se vetë nuk e bëri dhe Casey i përgjigjet: e bëri Miloja. Stefania i thot Caseyt: ty të hameraku se mund ta ketë bërë ky thuaje. Casey i thot: Miloja. Stefania e pyet Caseyn çfarë i bëri djalit. Casey i përgjigjet: asgjë. Stefania e pyet Caseyn se Mileni i kishte thënë për të birin, Arbrin. Antonios dhe Casey i thoshte Stefanisë se i kishte thënë çfarë do t'i bësh ti djalit tim. Mileni i ka thënë Antonios për Arbrin. Stefania i thot Caseyt se llafet kanë dalë për xhaxhain e saj dhe e pyet nëse atë ditë kishin qenë vetëm në makinë. Casey i përgjigjet se para dhe pas tyre nuk kishte makinë tjetër. Stefania i thot Caseyt: ty të hameraku për këtë, dhe Casey thot: më hameraku vërtet. Ky e kërcënoi, i vajti tek dyqani, u zun. Zhvillohen biseda për ngjarjen. Casey thot Stefanisë se Antonion e kishin tërhequr zvarr, pastaj e kanë vrarë. Casey e pyet Stefaninë nëse Antonio kishte probleme me këmbët dhe Stefania i përgjigjet që po. Casey i thot Stefanisë se dyshon për Milon, se ai kishte një makinë me 4 xhama të zi dhe i ndorronte shpesh makinat. Casey i thot se Antonio i kishte treguar se e ndiqnin tek shtëpia, një herë i kishin dalë nga makina me shkopim bejsbolli, e kishin goditur dhe u ishte larguar. Casey i thot se dyshon tek Miloja. Stefania e pyet Caseyn nëse Mileni ka futur dikë tjetër dhe Casey i përgjigjet: këtë dyshoj dhe unë. Shtetësia Stefani Karafili i thot Caseyt se s'kishte si të ndodhte që Antonio të vetvritej dhe pyet Caseyn se si e gjykon ajo. Casey i përgjigjet se vetë Antonio nuk e ka bërë, por dhe tek Miloja dyshon. Casey tregon Stefanisë për takimin që kishte bërë me Recepin dhe bisedën e regjistruar me të. Rideklarimi në polici i nënës së Caseyt në vitin 2022. Me datën 30 shtator 2022 janë rimarrë deklarimet e shtetases Enkeliana Spajellari, e cila deklaroi se marrëdhënia e Caseyt dhe Antonios ka qenë shumë e mirë. Antonio shkonte shpesh herë dhe qëndronte tek dyqani i tyre. Antonio ishte djalë i mirë dhe me ambicie. E pyetur se kur është vënë në dieni të ngjarjes, ajo deklaroi se ka telefonuar Casey duke u lëritur dhe i ka thënë se Antonio kishte vrarë veten. Casey ishte duke zbritur nga Voskopoja. E pyetur nga prokuroria për mesazhin që i ka dërguar Caseyt, mos më çmend. Ajo ka deklaruar se ka shkruar mesazhin pasi i kishte kërkuar Caseyt që të shkonte në shtëpi, pasi kishte merak se Casey ishte pa leje drejtimi për makinën. Pasi morën vesh për ngjarjen, ata shkuan familjarisht tek banesa e Antonios dhe nuk e dinin saktësisht banesën dhe po vërtiteshin në lagje ndërkohë që komunikonin me Caseyn për të gjetur banesën. Deklaruesja është shprehur se thënjet e Caseyt që fajson xhaxhain e saj, Milenin, për ngjarjen, janë thënë nën presionin e familjarëve të Antonios, të cilët kërkonin që Casey t'i vizitonte. Sipas deklarueses, Antonio ishte në gjendje të rënduar psikologjike pasi nënën e tij e kishin pushuar nga puna. Ai ishte ambicioz dhe nuk kishte mundësi ekonomike për të realizuar ato që donte. E pyetur për marrëdhënien e Caseyt me Recep Vathin, ajo ka deklaruar se nuk e ka diskutuar me Caseyn dhe se nuk e njeh Recepin. Ajo deklaron se nuk e di për çfarë arsye e ka regjistruar Casey bisedën e saj me Recepin, por sipas saj mund të kenë qenë në presionin e familjarëve të Antonios. E pyetur për faktin që Casey e kishte lënë vetëm Antonio në Voskopoj, deklaruesja ka shpjeguar se Casey i kishte thënë se Antonio ishte mërzitur dhe pasi e kishte kërkuar, nuk e kishte gjetur. Zbriti në Korçë për të marrë nënën dhe vëllain e tij për të gjetur Antonio. Ajo zbriti sepse ata nuk kishin makinë.
Rideklarimet e vitit 2022 të Casey Spaillarit me datën 30/9/2022 janë rimarrë deklarimet shtetases Casey Spaillari, e cila ka deklaruar se varësia e këputur dhe ora e këputur e Antonios ishin në kroskodin e makinës pasi vetë Antonio i kishte vendosur aty. Varësia ishte këputur atë ditë, ndërsa ora ishte prishur që më parë. Ajo deklaron se nuk ka dieni se si ishte këputur varësia. E pyetur për faktin që varësia është këputur në makinën e saj pasi kryqi pjesë e varëses është gjetur në makinën e saj, ajo ka deklaruar se është e vërtetë që kryqi është gjetur në makinë, por ajo nuk ka dieni se si është këputur varësia. Ajo deklaron se xhaxha i saj, Mileni, e ka marrë makinën nga shtëpia e Antonios atë ditë në mëngjes. Ajo deklaron se nuk është konfliktuar fizikisht me Antonion në makinë. E pyetur nëse shkonin shpesh tek lokali në Voskopoj, Casey ka deklaruar se kishin shkuar disa herë për qef, qëndronin tek oborri i lokalit dhe nuk futeshin brenda, pasi lokali ishte i kyçur. E pyetur për njohjen me shtetasin Recep Vathi, ajo ka deklaruar se janë ulur një herë për kafe me Antonion, ndërsa pas ngjarjes e ka takuar Recepin 2 herë. Ka qenë Recepi ai i cili ka kërkuar ta takojë dhe në njërin rast ajo ka bërë regjistrimin e bisedës së tyre. E pyetur në lidhje me bisedën që ka kryer me Recep Vathin, ajo ka deklaruar se nuk e di përse Recepi e këshillonte që të ruante veten dhe se numrat e telefonit i ka shkëmbyer ditën që kanë pirë kafe së bashku me Antonio. E pyetur se më kë kishte folur Mikeli ditën e ngjarjes në Voskopoj, ajo deklaroi se nuk e pa me kë foli Mikeli. E pyetur për vendin ku e kishin gjetur Antonion, ajo deklaroi se u futën tek rruga e Dherit, pasi ajo ishte përballë lokalit. Ajo deklaron se i tha Stefanies, nënës Antonios dhe Mikelit, shne të jetë këtu dhe vendosën të ktheheshin, por duke qenë se nuk e drejtonte mirë makinën, Mikeli i tha që kishte një shesh pak më poshtë për të kthyer makinën. Duke ecur, ata kanë gjetur Antonion. Ajo u ka thënë atyre, ja ku është Antonio. E pyetur për arsyen që e la Antonio në Voskopoj dhe u largua, ajo ka deklaruar se ai ishte i mërzitur për shkak se ishin konfliktuar për ngatresën që kishte bërë kushëriri i saj, Arbri. Ajo deklaron se Antonio më parë nuk ka qëndruar ndonjëherë vetëm në Voskopoj. Ai kur mërzitej, largohej disa orë dhe kthehej përsëri. E pyetur në lidhje me faktin që ka akuzuar xhaxhain e saj për ngjarjen, Casey ka deklaruar se ka qenë ndikuar nga familjarët e Antonios dhe nuk mendon se xhaxha e saj ka lidhje me ngjarjen. E pyetur nëse kishte dieni të ndonjë konflikti që Antonio dhe xhaxha e saj kishin patur, ajo deklaroi se 2 ditë para ngjarjes vetë Antonio i kishte thënë se ishte konfliktuar me Milenin, i cili i kishte thënë që të mos rrinte në dyqanin e tyre. Ajo deklaron se nuk e di nëse kjo që i kishte thënë Antonio ishte apo jo e vërtetë. E pyetur për mesazhin që i ka dërguar nënës së saj, ashtu u bë një gjë. Ajo deklaron se e ka dërguar mesazhin sepse nuk donte ta sqaronte më shumë nënën e saj që ishte konfliktuar me Antonion. E pyetur për makinën që kishte patur ditën e ngjarjes, ajo deklaroi se makinën e kishte goditur dhe e kishte shitur për pjesë. E pyetur nëse gjatë rrugës së kthimit nga Voskopoja, pasi kishin gjetur Antonion, kishte parë ndonjë person. Casey Spaillari deklaron se nuk i kujtohet. Deklarimet e vajzës së hallës së Antonios. Një deklarim me rëndësi që hedh dritë mbi konfliktin edhe fizik 3 ditë para ngjarjes mes xhaxhait të Caseyt dhe Antonios është ajo e vajzës së hallës së këtij të fundit që ka dëshmuar për atë që kishte mësuar nga i ndjeri 2 ditë para se të ndërronte jetë. Me datën 22 dhjetor 2022 janë marrë deklarimet e shtetases Gjensila Loçi,
e cila ka deklaruar se e ka patur djalin e Dajos të ndjerin, Antonio Carafili. Për herë të fundit, ajo e ka takuar rastësisht Antonion 2 ditë para ngjarjes, në datën 12 qershor 2018. Ajo e përshëndeti dhe e pyeti si kalonte. E pyeti edhe për të dashurën e tij Casey dhe si kishin marrëdhëniet dhe Antonio i tha se kishte bërë fjalë me xhaxhain e Caseyt. Ajo e pyeti se me kë prej tyre dhe Antonio i tha me shtetasin Milen Spajllari. Ajo e pyeti për arsyen e debatit dhe Antonio i tha se atë ditë kishte qenë në dyqanin e familjes së Caseyt gift shop, ndërsa Casey dhe mamaja e saj kishin shkuar në Greqi për të takuar babain e Caseyt. Ky fundit në atë kohë ishte i arrestuar në Greqi. Në dyqan kishte shkuar Mileni dhe i kishte thënë Antonios çfarë do ti këtu. Mileni e kishte kapur nga krau Antonion duke i thënë që të dilte jashtë. Por Antonio nuk kishte dalë dhe i kishte thënë se do t'ikte vetëm kur të kthehej Ana, duke ju referuar shtetases Enkeliana Spajllari, sepse e kishte lënë ajo në dyqan. Deklaruesja shprehet se e këshilloi Antonion që të mos bënte fjalë dhe të priste që të kthehej zonja e dyqanit, duke i thënë se nuk e dinte as çfarë njerëzish janë. Ajo deklaron se Antonio ju duk shumë i prekur nga debati që kishte bërë me Milenin dhe mezi shprehej. E pyetur, deklaruesja shpjegoi se nuk ka dieni për arsyen që shtetasi Milen Spajllari nuk dëshironte që Antonio të qëndronte në dyqanin e tyre. Gjithashtu se nuk dinte për ndonjë problem tjetër që mund të kishte Antonio. Ajo deklaroi se Antonio ishte një djalë i shoqërueshëm dhe i qeshur, nuk dukej tipi vetmuar dhe depresiv dhe në dijenin e saj nuk kishte ndonjë problem që të vriste veten. O pëgjë me deklarimin e parë të Caseyt dhe dilemat e babait të viktimës. Një detaj tjetër me rëndësi për të cilin vlen të ndalemi janë pretendimet e babait të Antonios, shtetasit Michel Carafili, i cili ka akuzuar drejt për drejt një OPG për tjetërsim të një proces verbali deklarimit të Casey Spajllarit, ku ajo fliste për kërcënimet dhe shantazhet dhe me pistolet që xhaxhai i saj Milen Spajllari kishte bërë ndaj Antonios. Prokuroria thotë se me datën 11/4/2023 janë rimarrë deklarimet shtetasit Michel Carafili, i cili parashtroi pretendimet e tij për punën e kryer nga oficeri i çështjes Gentian Gjigjo, për të cilin është bërë referimi nga prokurori e çështjes tek drejtuesja e prokurorisë me qëllim për të verifikuar dhe vlerësuar ekzistencën e ndonjë vepre penale në kompetencë vlendore të seksionit të posaçëm të prokurorisë. Ndër të tjera, shtetasi Michel Carafili ka deklaruar se shtetasja Casey Spajllari ka deklaruar para OPG-s Gentian Gjigjo dhe ky i fundit ka mbajtur proces verbal, duke thënë se e detyronte xhaxhai që të shkruante në portal që Antonio qarkullon me armë dhe vret veten me armë dhe se ditën e ngjarjes xhaxhai i saj ka hyrë në makinën që ngiste Antonio, ka hipur mbrapa, i ka hedhur dorën në gryk, i ka vendosur pistoletën në kokë dhe e drejtonte ku donte ai. Në dosje, thot prokuroria, nuk administrohet asnjë proces verbal ku shtetësia Casey Spajllari të ketë deklaruar si më sipër. Kundërthënjet e Rexhebathit dhe prania e tij e dyshuar në vendngjarje. Një nga dilemat kryesore të grupit hetimor në vitin 2025 është fakti nëse Rexhebathi ka qenë në vendngjarje me 14 qershor të vitit 2018 apo jo. Prokuroria përpiqet të japë një përgjigje me materialin e njoftimit për përfundimin e hetimeve, ku shprehet se nga deklarimi i shtetasit Gani Selaci rezulton se deri në orën 21 të mbrëmjes ai qëndronte tek bletët që ishin rreth 100 metra larg rulotës, pra në kohën që shtetasi Michel Carafili ka shkuar në rulot për të pyetur për vëllain e tij, nuk rezulton që të ketë qenë aty shtetasi Gani Selaci, pasi
ora ka qenë rreth 20:30-20:45, ndërkohë që Mikel Karafili shpjegon se ai gjeti tek rulota një burr tullac me mustaqe që sipas përshkrimit rezulton të jetë shtetasi Recep Vathi dhe jo shtetasi Gani Selaci. Po ashtu, dhe për thikën, shtetasi Gani Selaci ka deklaruar se nuk ka qenë ai që i ka dhënë thikë Mikel Karafilit. Rezulton se Mikel Karafili rreth orës 21 është njoftuar nga bashkëshortja e tij se djali i tyre ishte i varur në pemë. Pra në këtë moment, shtetasi Mikel Karafili ka shkuar për të kërkuar thikë tek burri tek rulota, që po ashtu rezulton se nuk ka qenë shtetasi Gani Selaci, por shtetasi Recep Vathi. Gjithashtu nga deklarimi i shtetasit Gani Selaci, rezulton se ky i fundit në asnjë moment nuk ka vënë në dieni shtetasin Recep Vathi për varjen e të ndjerit, pasi vetë ai nuk kishte dieni se kush ishte personi që ishte varur. Por shtetasi Recep Vathi kishte dieni për ngjarjen, diskutimin e së cilës e ka evituar edhe me mikun e tij Gani Selaci. Nga deklarimet e shtetasve Mikel Karafili dhe Stefani Karafili, rezulton se Recep Vathi ditën e ngjarjes ka qenë në Voskopoj. Vetë Stefani Karafili, që e njihte Recep Vathin pasi e kishte parë edhe një herë më parë, ka deklaruar se atë ditë ka parë në Voskopoj shtetasin Recep Vathi. Po ashtu, Mikel Karafili, vëllai i viktimës, e përshkruan personin që takoi në Voskopoj, të cilin e pyeti për vëllain e tij dhe tek i cili mori thikën si një burr tullac dhe me mustaqe. Edhe në deklarimin e saj, shtetasja Kejsi Sfailari ka deklaruar se e ka parë shtetasin Recep Vathi në Voskopoj, kur e pyeti Mikeli për Antonio, ndërsa në deklarimin tjetër të saj, ajo deklaroi se nuk e kishte parë, por mendoi se mund të ishte Recep Vathi, duke qenë se vetëm atë njihte si bletëritës. Gjithashtu, patur parasysh dhe deklarimet e shtetasit Gani Selaci, i cili nuk shkonte në rulot para orës 21 të darkës dhe qëndronte gjithë ditën tek bletët, si dhe faktin që shtetasi Recep Vathi kishte dieni për ngjarjen, edhe pse shtetasi Gani Selaci nuk ja ka treguar atij, patur parasysh dhe reagimin e shtetasit Recep Vathi ndaj Gani Selacit, që ka qenë i ashpër, duke u përgjigjur me fjalët: "Ke shkuar të ruash pishat apo të ruash bletët? Shi punën tënde." Provojnë sipas prokurorisë të çdo dyshimi se shtetasi Recep Vathi, pavarësisht pretendimeve të tij, ditën e ngjarjes ka qenë në fshatin Voskopoj. Në deklarimet e shtetasit Recep Vathi vihen re kundërthënie. Ai fillimisht ka pranuar faktin që dispononte çelës të lokalit që ja kishte dhënë shtetasi Michel Karafili dhe më pas e ka mohuar një fakt të tillë. Gjithashtu, i pyetur fillimisht nëse e njihte shtetasen Kejsi Sfailari, ai ka deklaruar se nuk e njihte as Kejsin dhe as Antonio. Kur ju bë me dije regjistrimi i bisedës së zhvilluar mes tij dhe shtetases Kejsi Sfailari, ai pranoi faktin e njohjes si të Kejsit dhe të Antonios. Gjithashtu, thot prokuroria, në deklarimet e tij, ai ka pretenduar se është vënë në dieni të ngjarjes nga shtetasi Gani Selaci. Fakt që nuk rezulton i vërtet dhe vazhdimisht ka pretenduar se nuk ka qenë në Voskopoj ditën e ngjarjes, duke pretenduar se ishte larguar në Derven, pasi atë ditë ishte festa e Bajramit, ndërkohë që ngjarja ka ndodhur me datën 14/6/2018, ndërsa festa e Bajramit ka qenë në datën 15/6/2018 dhe më pas ka deklaruar se ishte larguar pasi atë ditë kishte ditëlindjen Mbesa, fakt që po ashtu nuk ka rezultuar i vërtet, pasi ditëlindja e Mbesës së tij ka qenë me datën 13/6/2018, pra një ditë para ngjarjes, ndërkohë që shtetasi Recep Vathi ka pretenduar se është larguar nga Voskopoja pikërisht ditën e ngjarjes. Pavarësisht deklarimeve të shtetasit Recep Vathi, në vlerësim të provave në tërësinë e tyre, rezulton se ky shtetas, sipas prokurorisë, për sa është arsyetuar dhe më sipër, ditën e ngjarjes
ka qenë në fshatin Voskopoj. Si e provon prokuroria se Antonio Karafili është vrarë? Vetëm pas 7 vitesh përpjekje të pandalura të familjes, prokuroria e Korçës ka arritur të thotë se vdekja e 18 vjeçarit nuk është vetë vrasje, por vrasje. Ndiqni se si argumenton prokuroria pjesën më delikate të kësaj ngjarje. Nga akt ekspertimi mjekoligjor rezulton se me mundësinë më të madhe i ndjeri Antonio Karafili ka kryer vetvrasje. Në akt ekspertim të kryer nga eksperti huaj austriak është konkluduar se një person i vetëm nuk mund të kishte varur një viktimë në gjendje të pavetëdijshme në këtë vend, pa i shkaktuar atij lëndime ose dëmtime të tjera karakteristike. Të gjitha gjetjet që janë në dispozicion nuk dëshmojnë për veprimet të një personi të tretë, por për një vetvrasje. Pra ekspertët asnjëherë nuk paraqiten kategorik në përfundimet e tyre. Ata kanë vlerësuar se me probabilitetin më të lartë apo mundësinë më të madhe, i ndjeri ka varur veten. Megjithatë, në referim të përfundimeve të aktit të fundit të ekspertimit mjekoligjor, rezulton se një person i vetëm nuk mund të kishte varur një viktimë në gjendje të pavetëdijshme, por nuk përjashtohet mundësia që disa persona ta kenë kryer një veprim të tillë. Në mungesë të autopsisë, nuk mund të thuhet me bindje nëse i ndjeri ka qenë apo jo i vetëdijshëm kur ka ndodhur ngjarja. Megjithatë, provohet tej çdo dyshimi se shtetasi Antonio Karafili ka vdekur si rezultat i asfiksisë mekanike nga varja. Gjithashtu nga tërësia e veprimeve hetimore të kryera, rezulton se i ndjeri nuk ka patur motiv për kryerjen e vrasjes dhe vetvrasjes ditën e ngjarjes. Ai ka bërë tatuazhe në dorë dhe i ka kërkuar nënës së tij krem për përkujdesjen. Konfliktet me shtetasen Casey Sfajolari kanë qenë të zakonshme ndërmjet tyre, siç deklaron vetë ajo, Casey Sfajolari. Nga deklarimet e familjarëve të Antonios, nuk rezulton që ditën e ngjarjes ai të ketë shfaqur ndonjë sjellje shqetësuese. Gjithashtu, nga akti i fundit i ekspertimit mjekoligjor, kryer nga eksperti huaj, ka rezultuar se në rastin konkret kemi të bëjmë me një varje pa hezitim. Vetëm në një proces varje që kryhet me hezitim në të cilin personi i prekur e rrit ngadalë forcën që vepron në qafë për një periudhë më të gjatë kohore, mbyllja e ngadalë dhe jo e plot e arterjeve karotide dhe njëkohësisht shtrëngimi i enëve të gjaku të qafës çon në simptoma të kongestionit në zonën e kokës, të cilat janë analoge me ndryshimet që ndodhin gjatë mbytjes me duar ose mbytjes me mjete. Kryesisht, lëkura e fytyrës bëhet blu dhe ka gjakrrjedhje. Pasi gjatë këqyrjes së kufomës të ndjerit nuk është konstatuar gjakrrjedhje. Fakti që viktima nuk ka patur motiv për të kryer vetvrasje dhe nga ana tjetër, varja rezulton pa hezitim, edhe pse këmbët i preknin në tokë, përforcon dyshimin se ai mund kishte qenë i pavetëdijshëm gjatë procesit të varjes. 2. Nga akti i ekspertimit biologjik të ADN-s për pjesën e çarçafit që është gjetur i grisur disa metra larg pemës ku ka ndodhur ngjarja, ka rezultuar se janë gjetur gjurmë të shtetases Casey Sfajolari e dashura e viktimës, pikërisht në pjesën që është grisur çarçafi, ndërkohë nga shtetësia Casey Sfajolari është deklaruar se nuk është prekur çarçafi dhe ka marrë dieni për ekzistencën e kësaj pjese të çarçafit disa ditë pasi është bërë këqyrja e vendit të ngjarjes dhe kjo provë materiale është gjetur nga policia. Fakti që gjurmët e shtetases Casey Sfajolari kanë rezultuar në pjesën e grisjes së çarçafit provon tej çdo dyshimi që kjo shtetase ka ndërmarrë veprime
për grisjen e çarçafit me të cilin është varur i ndjeri. Nga kqyrja e kufomës së të ndjerit Antonio Carafili rezulton se vetëm në 2 gishta të një dore të tij janë konstatuar gjurmë të rrëshirës së pishës, ndërkohë që nga eksperimenti hetimor i kryer në vendin e ngjarjes tek eksperti që ka hipur në trungun e pishës janë konstatuar gjurmë rrëshire në të 2 duar, mbajtur parasysh faktin që eksperimenti hetimor është kryer në periudhën e dimrit, ndërkohë që ngjarja ka ndodhur në verë, kur pisha prodhon sipas prokurorisë më shumë rrëshirë se sa në dimër. Vlerësohet se ka qenë e pamundur që shtetësia Antonio Carafili të ketë hipur i vetëm në trungun e pishës pa u ndodhur me rrëshirë në të 2 duar, këmbët apo rrobat e tij, përveç se në 2 gishtat e njërës dorë. Nga dëmtimet që janë konstatuar në fytyrën e të ndjerit, rezulton se ai ka dëmtime në ballë, hund, në pjesën e mjekrës dhe në nofull, edhe sikur të pranohet fakti që dëmtimet në pjesën e ballit dhe të hundës së tij do të ishin shkaktuar nga përplasja me trungun e pishës, është objektivisht e pamundur që dëmtimet në pjesën e poshtme të mjekrës dhe të nofullës së tij të jenë shkaktuar nga përplasja me trungun e pishës, gjithashtu nga kqyrja e kufomës së të ndjerit dhe akt ekspertimet mjekoligjore ka rezultuar se dëmtimet i ndjeri ka patur në fytyrë, që sipas ekspertëve mund të jenë shkaktuar nga halat e pishës dhe përplasja me trungun e pishës gjatë konvulsioneve. Megjithatë, në momentin që trupi të ndjerit varet i lirë në trungun e pishës, është e palogjikshme, thot prokuroria, që si rezultat i konvulsioneve, ku trupi lëviz në mënyrë të pakontrolluar, ai të marrë dëmtime vetëm në pjesën e fytyrës, pa patur asnjë dëmtim tjetër në trup apo në pjesën e prapme të kokës, në kushtet kur i ndjeri është gjetur me kurriz nga trungu i pishës dhe me fytyrë nga rruga. Në përfundim të sa më sipër, thot prokuroria e Korçës, rezulton e provuar se me datën 14/6/2018, Antonio Carafili ka humbur jetën si pasojë e varjes në trungun e një pishe në fshatin Voskopoj. Ditën e ngjarjes, ai ka qenë i shoqëruar nga e dashura e tij, shtetësja Casey Sfaillari, e cila edhe pse ka pretenduar që në fillim se shtetësi Antonio Carafili ka humbur jetën si pasojë e vetvarjes, nga tërësia e provave dhe indicjeve që janë administruar në dosjen hetimore, provohet se i ndjeri Antonio Carafili nuk ka kryer vetvrasje, por është varur nga persona të tjerë në trungun e pishës, pasi më parë është lënë i pavetëdijshëm, edhe pse në akt ekspertimet mjekoligjore nuk evidentohet ky fakt në mungesë dhe të autopsisë. Në interpretim të përfundimeve të akt ekspertimit mjekoligjor ardhur nga shteti austriak, ku thuhet se një person në këto rrethana nuk mund të ishte varur i vetëdijshëm. Konkludojmë se një person i pavetëdijshëm mund të ishte varur në këto rrethana nga më shumë se një person. Rezulton i provuar fakti që në makinën e Casey Sfaillarit ka ndodhur një konflikt i agravuar ndërmjet saj dhe të ndjerit, ai sa ka rezultuar me përdorim të dhunës fizike që ka pasjell këputje të sendeve personale të ndjerit, si ora dhe varësia e tij, si dhe dëmtime në fytyrën e të ndjerit, e më konkretisht me mundësinë më të madhe në pjesën e poshtme të mjekrës dhe nofullës së tij, siç u arsyetua dhe më sipër. Është objektivisht e pamundur që dëmtimet në këto pjesë të fytyrës të jenë shkaktuar nga përplasja me trungun e pishës, edhe sikur të pranohet se dëmtimet e tjera mund të jenë shkaktuar si pasojë e kësaj të fundit. Ky fakt është tentuar të fshihet nga shtetësja Casey Sfaillari, e cila ka dhënë versione të ndryshme për ndodhjen e tij. Po ashtu,
rezulton se shtetësia Casey Spajellari, siç është arsyetuar dhe më sipër, ka ndërmarrë veprime aktive në grisjen e çarçafit me të cilin është varur i ndjeri, po ashtu i ka quar menjëherë familjarët e të ndjerit në vendin ku ai ndodhej dhe ka njoftuar paraprakisht familjarët e saj. Ajo ka dashur edhe të inskenoj vetvrasjen e të ndjerit, duke i dhënë sendet personale të ndjerit vëllait të tij dhe duke i thënë se Antonio i kishte thënë se ajo që ishte poshtë krevatit ta merrte Mikeli, por nga shtetësi Mikel Karafili nuk është gjetur asgjë, ndërkohë që një person që do të kryej vetvrasje asnjëherë nuk do të linte porosi për familjarët e tij për diçka që nuk ekziston. Megjithatë, thot prokuroria, shtetësia Casey Spajellari në referim të aktit të ekspertimit mjekoligjor kryer në shtetin austriak nuk kishte mundësi objektive për të varur e vetme të ndjerin. Rezulton se ajo është ndihmuar nga shtetësi Recep Vathi, i cili ka ndihmuar Casey Spajellari në kryerjen e vrasjes së të ndjerit Antonio Karafili nëpërmjet varjes së tij në trungun e pishës. Kjo provohet me faktin që shtetësi Recep Vathi e ka dilur ngjarjen që në fillim dhe kjo mund të rezultojë vetëm nga fakti që ai ka marrë pjesë vetë në ngjarje. Ai ka deklaruar se është vënë në dieni të ngjarjes nga shtetësi Ganise Laci, por kjo është mohuar nga ky i fundit, i cili ka shpjeguar se nuk e dinte se kush ishte personi që kishte varur veten. Po ashtu shtetësi Recep Vathi vazhdimisht është munduar të largojë vëmendjen e organit të akuzës nga përfshirja e tij në ngjarje, duke pretenduar se nuk ka qenë aty ditën e ngjarjes, por edhe ky fakt ka rezultuar i pavërtetë. Gjithashtu nga tërësia e provave të administruara nga prokuroria në dosjen hetimore, rezulton se shtetësi Recep Vathi ka qenë personi i vetëm që ka patur çelës të lokalit të shtetësit Michel Karafili, nga ku rezulton të jetë marrë dhe çarçafi i përdorur në vrasjen e të ndjerit Antonio Karafili. Gjithashtu, rezulton se ndërmjet shtetëses Casey Spajellari dhe shtetësit Recep Vathi ka patur një afrimitet që sipas prokurorisë asnjë prej tyre nuk ka arritur ta shpjegojë, ku i pyetur mbi përmbajtjen e regjistrimit të bisedës së tij dhe Caseyt, shtetësi Recep Vathi ka deklaruar se ka folur me Casey në lidhje me ngjarjen dhe se është e vërtetë që e ka këshilluar Casey, por kërkonte të dinte se si kishte ndodhur ngjarja, pasi Casey i kishte kërkuar që të mësonte ndonjë gjë të re, meqense ai qëndronte në afërsi të lokalit të Michelit. Ai, Recep Vathi, ka deklaruar se po përpiqej të mësonte ndonjë gjë të re për lidhjen e tyre, se mos kishin ndonjë konflikt. Deklaruesi pranoi dhe faktin që i kishte kërkuar shtetëses Casey Spajellari që të gjente një grua të moshës së tij për të krijuar një lidhje, pasi Casey i kishte thënë vetë më parë se do të gjente një grua. Pra rezulton se ndërmjet shtetësve Casey Spajellari dhe Recep Vathi ka patur një lidhje, kanë patur numrat e telefonit të njëri tjetrit, kanë biseduar për ngjarjen ku shtetësi Recep Vathi e ka këshilluar dhe mësuar Casey Spajellarin për deklarimet që duhet të jepte në polici që ajo të mos përfshihej fare në ngjarje. Konkretisht në regjistrimin e bisedës së tyre, Recep Vathi e mëson Casey Spajellarin për deklarimet që duhet të jepte në polici dhe i thotë që kur t'i thërrasin ata në polici, e din ata se si flasin që Casey të mos synohet fare. Dhe këto fjalë të përdorura nga Recep Vathi sipas prokurorisë në bisedën e tij me Casey Spajellarin konfirmojnë faktin që shtetësi Recep Vathi ka qenë pjesëmarrës në ngjarje së bashku me Caseyn dhe nëpërmjet deklarimeve që mund të jepte në polici në lidhje me ngjarjen, do t'i siguronte asaj mos synime për çfarë ajo ka bërë ndaj viktimës. Në rast se shtetësit Casey Spajellari dhe Recep Vathi nuk do të ishin autor të kësaj ngjarje, thot prokuroria, bisedat e tyre nuk do të kishin asnjë kuptim, qëllim apo logjik për të kryer, nuk do të ekzistonte
e as nevoja për të këshilluar e mësuar Casey për deklarimet e saj në polici në mënyrë që ajo të mos cënohej, apo nevoja e shtetasit Recep Bathi për t'i thënë disa herë asaj që ai ishte njëri besnik dhe ajo mund të kishte besim tek ai. Nëse shtetasit Casey Sfaillari dhe Recep Bathi nuk do të ishin autor të ngjarjes dhe e vërteta e rastit do të ishte thjesht një vetvrasje, pse të duhej që të diskutonin për deklarimet e tyre në polici, por kjo është bërë me qëllimin e vetëm që të fshihnin të vërtetën dhe që t'i shpëtonin përgjegjësisë në lidhje me pretendimet e trashëgimtarëve të viktimës se bashkautori i ngjarjes është shtetasi Milen Sfaillari, duke u bazuar në regjistrimin e bisedës së shtetases Stefani Karafili dhe Casey Sfaillari, si dhe nga fakti që shtetasi Milen Sfaillari kishte një konflikt të evidentuar me Antonio Karafilin, arsye të cilit nuk është arritur të provohet, vlerësohet nga prokuroria nga tërësia e veprimeve të kryera hetimore, nuk është arritur të gjenden prova që të provojnë se shtetasi Milen Sfaillari ka qenë bashkautori i vrasjes së të ndjerit Antonio Karafili. Pa këmbguljen e vazhdueshme dhe heroike të familjarëve të Antonios, babait Michelit, nënës Stefanisë, vëllait Mikelit, pa këmbguljen e gazetarit të emisionit Stop, Genci Angjellari dhe avokatit familjes Arben Langozi. Kjo çështje do të ishte mbyllur si shumë të tjera që ka mbyllur më parë prokuroria Olga Visi alias Olivisi, që nuk pranoi të përballej me vettingun për shkak të shkeljeve të shumta që i gjetën dhe u dorëhoq nga sistemi pas gjetjes dhe gjetjeve administrative ndaj saj. Betejë për të vërtetën e Antonio Karafilit pritet të vijojë në gjykatë tashmë vetëm me një prej dy të dyshuar, Casey Sfaillari, që tashmë është e shpallur në kërkim ndërkombëtar, ndërsa i dyti, Recep Bathi, u vetvra në kushtin e vitit 2024. A ka ende mundësi për zbulimin e provave të tjera në këtë çështje? Përgjigje që i mbetet prokurores Vasian Apostol, që i dha për herë të parë një drejtim tërësisht të ndryshëm hetimeve, duke folur për vrasje dhe jo vetvrasje ndaj 18 vjeçarit me plot shpresa dhe ëndra, Antonio Karafili.